Në mbledhjen e fundit të Komitetit për Politikë dhe Financa, mes tjerash është diskutuar edhe për objektin e garazhës së autobusëve. Antari Alita Farshiku, duke ngritur çështjen e këtij objekti, rikujtoi edhe debatet e mëhershme dhe premtimet e dhëna në mandatin e parë të qeverisë aktuale. Çka ka ndodhur me garazhin e autobusave? Mandatin e parë t'juin keni jap një ide, e patët pakten ndërreshta në raportet e ndryshme, patëm brejt që me cilën na patëm kundërshtu normalisht, dhënien e shpërblem, garazhet e autobusave për ndërtimin e 3 blloqeve të banesave, por patmirësisht mandatin e dytë nuk e inicut matutje edhe tash me shpalljen e datës zgjedhjeve lokale nuk guxoni ligjërisht, por që për më intereson me ditë veprimtaria që destinohet, domethënë me pas garazh të autobusave. Përgjigje për këtë objekt patin nga nënkryetari i komunës Flamur Fetahu, i cili tha se çështja është ende në diskutim. Sa i përket garazhës, na kemi biseduar edhe është një projekt që kemi menduar që është në të mirën e ndërmarrjes. Mirë po u mbet prapë që të diskutohet edhe me zyrtarët e ndërmarrjes, po me bordin edhe me ne aksionarët, të shohim se cila është forma më e mirë që ndërmarrja të ketë tyra nga garazha. Për shkak se shumë e vërtetë është garazha tash ose nga garazha nuk krijon tyra ndërmarrja. I ka disa tyra të vogla nga drejtoritë, të cilat çojnë çka do të qoftë aty, drejtoria e shërbimeve, drejtoria e infrastrukturës ose drejtori tjera, e kanë një tarifë cilat paguhen mujore, po nuk është një tarifë që ku më ditë sa ka përfitim ndërmarrja. Po do shohim bashkarisht cila është mënyra më e mirë që garazha të funksionojë dhe të jetë profitabile për ndërmarrjen. Aktualisht nuk ka vendim konkret për destinimin përfundimtar të objektit, ndërsa mbetet të shqihet nëse do të ketë zhvillime të reja pas zgjedhjeve lokale.